shkruan Yusuf el-Qaradawi. Besimi asnjëherë nuk mund të konsiderohet çështje dytësore, të cilën mund ta neglizhojmë, ta anashkalojmë apo ta lëmë, të mbuluar nga pluhuri i harresës. Si mund ta çojmë në mend një gjë të tillë, kur kjo çështje ka të bëjë me vete qenien e njeriut dhe të ardhmen e tij. Bile, shikuar nga aspekti njerëzor, mund të them me bindje të plotë, që ajo është çështja më madhore e të ardhmes son. Aty nis lumturia e përhershme, apo mundimi i pafund, aty zë fill rruga për në xhenet apo në xhehenem. Andaj, kushdo që mendon dhe mediton, duhet të thellohet dhe të gjejë prehjen shpirtërore në të vërtetën e kësaj çështje. Shumë nga të mençurit menduan rreth kësaj çështjeje dhe secili arriti të krijojë bindjen e tij në besim sipas mënyrës së vet. Kështu, disa i thirrën zërit e tyre të brendshme, si thot Allahu në Kur'an, a mos keni dyshim në Allahun, krijuesin e qiejve të tokës, kapitulli Ibrahim, verseti i 10, dhe thot në kapitull tjetër në Kur'an, Zoti i Madhërisëm, feja Allahut në të cilën i krijoi njerëzit, kapitulli Ar-Rum, verseti i 30. Të tjerët u mbështeten te parimi i shkakut, sipas të cilit çdo gjë e prodhuar duhet të ketë mjeshtin që e prodhon, çdo ngjarje shkakun që shkakton, çdo lëvizje lëvizësin që e dikton dhe çdo sistem drejtuesin që drejton. Ky parim është i qenë dhe i vërtetuar në logjikën e thjeshtë dhe elementare të njeriut. Pati të tjerë, të cilët e pa në këtë çështje nga aspektet matematikore dhe arritën deri në përfundimin që më e mire për ta, si në këtë jetë, edhe pas saj, është ta besojnë në Allahun, ditën e gjykimit, ringjalljen dhe llogarinë. Pikërisht, për dikë si puna e këtyre, poeti filozof Ebu el-A'la el-Muari thot, sikur mjeku dhe falltari thanë që të dy, nuk ngrihen të vdekurit, jetë tjetër s'ka më. U thash nëse vërtet është si thoni, asë nuk humbas, do të jem po ai, po nëse ajo që them unë është e vërtetë, atëherë të humbur do të jeni ju të dy. Ndërsa filozofi, matematikant, Paskali thotë, ne ose duhet ta pranojmë ekzistencën e Zotit, ose ta mohojmë atë. Atëherë, çfarë do të zgjedhësh? Mendja jote është e paaftër të zgjedhë, ndaj duhet të shohësh dy anët e çështjes. Përshoj të dyja dhe shih cilën do ta mbash. Shih çfarë fiton nga njëra dhe çfarë humb nga tjetra. Nëse vendos për të parën, pra për të besuar, sigurisht që do të fitosh shumë, e nëse ndodh ndryshe, atë që ke pasur prap do ta kesh. Në fund të fundit, ti po rrezikon me diçka që nuk është e përjetshme.